Hoxh, pse nuk ka domosdoshmëri për shkencë për rrëzimin e kësaj teorie? Spari, çdo musliman duhet ta pranojë faktin që e vërteta e ekzistencës së Allahut është domethënë është gjëja më e qartë. Dhe çdo njeri ka formimin, e ka në natyrë, i ka prirjet e natyrshme për të besuar ekzistencën e një Zoti dhe për të adhuruar atë vetëm. Prandaj të dërguarit u drejtoheshin njerëzve mbi bazën e këtij fakti, që çdo njeri e ka të ngulitur në mendje, në zemër, besimin që ka një Zot. Qalet rusulum e fillahi shakkun fatir as-samawati wal ardi, të dërguarit e tyre u thanë, a ka dyshim në Allahun, krijuesin e qiellit dhe tokës? S'ka pikë dyshimi në ta. Çdo njeri lind me këtë natyrë, kështu që ai që mohon të vërtetën e ekzistencës së Allahut, domethënë e fsheh diçka, e fsheh realitetin vetë dhe nuk e pranon, nuk e pohon atë. Pra është kokëfortë që mohon ekzistencën e krijuesit të qenieve të gjalla. Tjetër, argumentet e ekzistencës së Zotit kanë qenë kurdoherë dhe janë shumë të qarta, shenjat që ka njeriu në trupin e tij, shenjat që ekzistojnë në gjallësi. Prandaj atyre që pretendojnë se ka domosdoshmëri për studime biologjike, për studime shkencore, për të rrëzuar teorinë e evolucionit apo edhe teori të tjera që mund të sajojnë ata. Unë do të bëja pyetjen. Shenjat që kanë ekzistuar para se të dalë njohuri shkencore mbi ekzistencën e Zotit, mbi krijimin e qenieve të gjalla, a janë të pranishme apo jo? Me siguri do të thonë që po. Dielli, hëna, toka, dita, nata, janë shenja për ekzistencën e krijuesit. Qenit e gjalla, vetë njeriu, pjesët e tij, janë shenja të qarta për ekzistencën e krijuesit. Këto shenja kanë ekzistuar dhe do të vazhdojnë të ekzistojnë, edhe para se dalin shkencëtarët e kohëve të fundit, dhe para se ata të bëjnë zbulimet më të fundit, para se ata të bëjnë kërkimet dhe studimet më të fundit. Këto shenja kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë. Përderisa ekzistojnë këto shenja, atëherë s'mund të ketë nevojë për studime dhe kërkime për të rrëzuar një teori të rrem dhe për të vërtetuar që ka Zot, ka një Zot që ka krijuar qenet e gjalla. Kjo është afërmendsh, kjo është e qartë. Shenjat kanë qenë dhe vazhdojnë të ekzistojnë. A që thotë se ka domosdoshmëri për studime të tilla, sikur do të thonë që nuk ka shenjë për të vërtetuar që ka një Zot vetëm se këto shenja dhe këto hollësirat shkencore. Është e pamundur që Allahu i lartësuar të na lindte peng neve e teorive e studimeve shkencore. Për të vërtetë më të qartë, në të cilën kanë besuar të gjithë dërguarit, e kanë besuar të gjithë njerëzit përveç një pakicë, ekzistencën e krijuesit. Dhe gjithë, domethënë të dërguarit kanë ftuar që të adhurojmë Allahun një vetëm pa i bërë shok atij, duke e parë domethënë ekzistencën e krijuesit si një çështje që nuk pranon asnjë lloj diskutimi. Pra unë do të bëja pyetje këtyre njerëzve që e shohin domosdoshme me bë studime dhe kërkime shkencore për të rrëzuar teorinë e evolucionit apo edhe ndonjë teori tjetër që mund bëjnë ata. Do të bëja pyetjen. A ka mundësi që Allahu i lartësuar të na lindte neve peng të kërkimeve dhe studimeve të tilla? A ka mundësi që Allahu i lartësuar të na lindte neve në varësi të shkencëtarëve jo musliman? Për të vërtetuar çështjen më të qartë që është ekzistenca e krijuesit? S'ka mundësi. Ka mundësi diçka të tillë. Kështu që domosdoshmëri për këtë çështje nuk ka. Prandaj e përmenda që në fillim, domethënë atë metodën e thjeshtë, që domethënë 1+1 bëjnë 2. Dhe e vërteta ekzistenca e krijuesit është më e qartë se kaq. Dhe neve na mjafton kjo metoda e qartë dhe e thjeshtë e bariu, do ta quaja me fjalë. Një bakteri dhe një bakteri bëjnë 2, nuk bëjnë 5.
Kështu që ne u themi shkencëtarëve që nuk ka nevojë për studime të tilla për të faktuar që ka një Zot. Dhe studimet që keni bërë në lidhje me këtë çështje, domethënë janë bërë me një qëllim të keq, që të rrëzojnë besimin në një Zot. Kështu që ato janë spekulime. Ato janë ngatresa. Ata kanë hyrë me një qëllim të keq, edhe dalin pastaj me përfundime të këqija. Ata janë ngatruar diku, pa pikë dyshimi.